Përshëndetje të nderuar shikues, sot do të sjell një histori, më besoni, shumë të dhimbshme, një histori nga ato që ndoshta ne as nuk e imagjinojmë. Krijojmë në këtë botë një besim që ndonjëherë harrojmë që jeta mund të na sprovojë me gjëra shumë të vështira dhe harrojmë ato të mira që ne i kemi dhe Zoti na i fal, duke kërkuar më shumë nga jeta, duke mos e menduar anën tjetër që çdo medalje i ka dy anë. Sot do të lexoj rrëfimin e Nertilës, një vajzë që kishte jetuar shumë e lumtur, kishte gëzuar, kishte lumturuar, kishte dashuruar, ishte ndërtuar, por nuk e kishte pritur që jeta do ta godet në këtë formë. Asnjëherë në jetë nuk e kam menduar se do të ulem një ditë për të shkruar këtë histori. As kam besuar ndonjëherë se jeta ime do të ndryshonte në mënyrën